Për ju, politikisht. Edi Rama, po të donte, mos ta ndihmonte, se unë jam dyshues në fakt në gjithë procedurën e ndjenjë. Ju mendoni se ka dashur ndihmoj zotin Veliaj në këtë rast? Po patjetër, se ti kur do të shkarkosh një njeri, të paktën sigurohesh të bësh procedurën. Mos ngecësh te procedura. Ne juristët e dim, kur fillon një gjyq, e para që shikon gjykata apelit, po themun, është procedura, është ndjekur procedura në rregull gjatë zbatimit gjyqit shkallës parë, janë respektuar drejtat kushtetuese të palëve në proces, është thirrur në gjyq. Këto janë elemente, është aja. Unë nuk mendoj që kryeministria ka nivel të tillë juristësh sa ti merret ata të Këshillit Bashkiak dhe mos të respektonin gjërat formale të procesit. Është pak konspirative kjo zoti Sefa të marrësh të bësh të ndjesh një kandidate. Ky që ka hallin gjykatë kushtetuese sot që thot pika 3, që tha zoti Ndoja që intimidon gjykatë kushtetuese. Ku ishte ky Këshill Ministrave? Pse nuk e thirrri ky Këshill Ministrave? Rion Veliën ta dëgjonte aty. Gjykata kushtetuese ka marrë rastin e Zefile, si ka thënë, duhet ta thrasësh në Këshill të Ministrave ta dëgjosh me avokat zotri. E ka lënë detyrë kur e shkarkoi një kryetar bashkie, e ka lënë me detyrë. Ky pse nuk e bëri?